dështimi 5 vjeçor pranohet prej qeverisë. Apo thoni sistemi keq, po kush ka qeverisë ju? Kaq. Kapja e sistemit, degradimi, vendosja e njerëzve pa kritere, po dëkës ka pos veçja pasurinë marramense të zyrtarëve të lartë të partisë tuaj. Këto janë fraza të mira populiste, me thonë janë do të korruptuar çatje ankesa. Rezultate zotri, rezultate. Cilin e ke qunë burg? Cilin e ke qunë burg? Me njerëzit që i ki në sistem? Nëse ke pas 5 vjet pushtetin, edhe ke premtu diçka, në fund të 5 vjeçarit, ti matesh me sa premtime i ke përmbush. Jo sa mirë kimi regullu, nështë ajo regullonin 4 vjeçarë në arshmë, që pëzom që keni me bom rekullin. Por njëherë du të me thonë që ju keni dështun këtu 5 vjetë. Edhe kjo është dështim. Tash, na fjallë mujna me bo sa dojmë, po dështimi 5 vjeçarë pranohet prej qeverisë, sepse këta thonë sistemi o keq, apo thonë sistemi keq, po kush ka qeverisë ju? Kaq. Ende çdo qytetar ka çka. Faleminderit. Përgjigja e reformave në sistemin drejtësisë në fakt ka qenë përgjigje mbi stërkeqen që i ka bërë qeverisja shkuar e PDK-s. Zoti Gruta personalisht mund mos ketë qenë dhe s'ka qenë, por ky sot e përfaqëson PDK-n këto. Domthon kapja e sistemit, degradimi, vendosja e njerëzve pa kritere, përdorimi këtyre për me mirëmbajt korrupsionin, sepse krahas korrupsionit të lartë që kanë pas eksponentët të PDK-s, ka pas veçja pasurinë marramense të zyrtarëve të lartë të partisë tuaj, të cilët janë bërë milioner, miliarder vetëm kur kanë ardhur politik. Por këta para se me u pasuru i kanë vendosur njerëzit në sistem. Domthon prokuror që nuk e ndjekin korrupsionin, gjyqtar që nuk e gjykojnë korrupsionin. Këto janë fraza të mira populiste, me thonë janë do të korruptuar çatje, janë do kriminal çatje, janë të njerëz që s'po na lënë me punu. Unë ndoshta me bo mirë po s'u mlan. Na kena pas vullnet me bo Kosovën, Zvicër s'u mlan. Prit se kam 30 sekunda, prit. Kret ankesa. Rezultate zotri, rezultate. Përparim Gruda, a i korruptuar po. Merre përparimin që e në burg. Cilin e ke qunë burg? Cilin e ke qunë burg? Me njerëzit që i ki në sistem? A mund të 30 sekonda. Minutazha jote, Adnan. 30 sekonda. Mua më vjen keq që partitë opozitare, e sidomos partia të cilën zoti Gruda përfaqëson, reformat në sistemin drejtësisë edhe sistemi i drejtësisë pavarur të mahanshëm po e përjeton si kërcënim të interesave të tyre. Është për të ardhur keq, eksponentët e partisë tuaj. Domthon, po i përdor njerëzit që i kanë në sistem, të cilët dikur i ka përdorur për mos ta luftuar korrupsionin, tash po i përdor për ta penguar reformën. Po, në gjithë e dim këtu, të paktën e 4 këtu, pavarësinë edhe formale të sistemit tonë të drejtësisë, edhe të pushtetit gjyqësor, që politika nuk mund t'i heq njerëzit të televizë. Po ne nuk do të pushojmë asnjëherë derisa të garantojmë 30 sekonda shkambit. Fal përparim, po preçës. Edhe luftë kundër korrupsionit.